Horoskopi ditor, e enjte, 25 dhjetor 2025. Dashi. Fryma festive pasuron ndërveprimet tuaja sot. Me hënën në luan, kreativiteti juaj ngrihet lart, duke ju lejuar të shprehni dashuri në mënyra të reja. Qoftë duke krijuar dhurata të përzemërta apo duke organizuar një takim të ngrohtë, leadershipi juaj shkëlqen. Profesionalisht shmangni vendimet e nxituara pavarësisht zhurmës së festave. Qartësia do të vijë me meditim. Kërkoni këshilla nga kolegët që ndajnë ambiciet tuaja. Romanca ndizet pa mundim. Një e qeshur e përbashkët mund të thellojë një lidhje premtuese. Beqar. Mbani një sy në mjediset shoqërore për takime interesante. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë në aktivitete fizike për të balancuar trajtimet e këndshme. Ekuilibri është qelësi jo vetëm për gëzimin, por edhe për mirëqenien. Kjo ditë ofron potencial si për kujdesin ndaj vetes, ashtu edhe për marrëdhëniet ushqyese, duke ju kujtuar sistemin mbështetës që ju forcon. Shpirti juaj i ngrohtë është një dhuratë, i vlerësuar nga ata përreth jush. Përdoreni këtë shkëlqim për të nxitur pozitivitetin dhe për të krijuar kujtime të qëndrueshme që i bëjnë një hong gëzimi të festave brenda jush. Demi. 25 dhjetori 2025 ju fton në reflektim dhe lidhje. Me Venusin që rrit sharmin tuaj shoqëror, ndarja e momenteve cilësore me të dashurit mund të jetë veçanërisht e dobishme. Konsideroni të rishikoni traditat e çmuara ose të krijoni të reja, duke përzierë natyrën tuaj të besueshme me një kthes të gjallë. Për sa i përket karrierës, pavarësisht pauzës së festave, frymëzimi mund të vijë, shënojeni atë për javët në vijim. Romanca është e favorshme pasi sinqeriteti juaj fiton zemrat. Partnerët vlerësojnë shprehjet e drejtpërdrejta të dashurisë. Nëse jeni beqar, një takim i rastësishëm mund të ketë potencial më të thellë. Shëndeti pasqyron tendencat tuaja të dashurisë për rehatin. Një shëtitje e shpejtë mund të ndihmojë tretjen pas festave festive, ndërsa rigjallëron shpirtin tuaj. Le të jenë aktivitete shoqërore dhe të qeshurat e përbashkëta në fokusin tuaj, duke forcuar lidhjet dhe duke krijuar kujtime të çmuara. Sot thekson forcimin e lidhjeve. Prania juaj është një ndikim qetësues drejt të cilit të tjerët tërhiqen, duke ju ofruar ngrohtësinë e festimit të përbashkët të mbushur me dashuri dhe të qeshura. Binjakët. Energjia juaj e adaptueshme është superfuqia juaj këto festa. Ndërsa hëna në luan nxjerr në pa komunikimin, ndarja e historive dhe të qeshurave me familjen bëhet një fokus i këndshëm. Kreativiteti shkëlqen, merrni në konsiderat një largim të shpejtë dhe argëtues ose një takim të improvizuar për të shfrytëzuar këtë atmosferë. Nëse lindin mendime për punën, shënoni idetë. Qartësia vjen më vonë. Dinamika romantike është dinamike dhe emocionuese. Ndërveprimet e gjalla mund të forcojnë lidhje. Binjakët beqar mund të gjejnë lidhje interesante në vende të papritura, ndoshta gjatë një eventi në komunitet ose një feste plot jetë. Për të balancuar kënaqësinë me vitalitetin, përfshini aktivitete të lehta në rutinën tuaj si vallëzimi ose yoga e butë, të cilat rrisin mirëqenien. Ndërsa dita përparon, përqafoni plane spontane. Fleksibiliteti ju çon në përvoja të gëzueshme dhe lidhje më të thella. Aftësia juaj për të përshtatur e bën çdo moment kuptim plot, duke i kthyer ndërveprimet në aventura të paharrueshme të mbushura me gëzim dhe vullnet të mirë. Lëreni shpirtin tuaj të gëzuar të fluturojë. Është koha për të shkëlqyer dhe për të ndarë bujarisht. Gaforria. Në këtë ditë festive, natyra juaj e kujdesshme merr vëmendjen qendrore. Me hënën në luan, shtëpia juaj është një qendër ngrohtësie dhe rehatie. Është koha e përkryer për të ftuar të dashurit, për të ndarë vakte dhe për të kujtuar kujtime të bukura. Profesionalisht lindin temat e ekuilibrit dhe planifikimit të ardhshëm. Mbani shënime mendore për ekzekutim të mëvonshëm. Në çështjet e zemrës, thelloni lidhjet përmes gjesteve të menduara mirë. Partnerët vlerësojnë mbështetjen tuaj intuitive. Beqarët mund të hasin një shkëndijë të butë, veçanërisht në mjedise shtëpiake ose familjare. Shëndeti përqendrohet në harmoninë mendje-trup. Shtrirjet e lehta ose meditimi mund të mbajnë paqen e brendshme mes emocioneve të festave. Përqafoni ritmin më të ngadalt, duke lejuar që qetësia të rifreskojë shpirtin tuaj. Energjia e sotme inkurajon ndërveprime të buta dhe shkëmbime kuptimplote, duke përforcuar vlerën e familjes dhe miqësive të ngushta. Lëreni veten të shijoni gëzimin e përbashkët, duke shijuar të qeshurat dhe dashurinë që janë të bollshme. Prania juaj e kujdesshme është zemra e festimeve, duke nxitur lidhje të paharrueshme. Luani.
25 dhjetori ju fton të shijoni vëmendjen dhe dashurinë, ndërsa hëna nxjerr në pa natyrën tuaj ekspresive. Shijoni vëmendjen, qoftë përmes organizimit të festimeve apo duke qenë mysafiri kryesor. Kjo ditë sjell ndërveprime të gëzueshme, duke rritur karizmën dhe vetbesimin tuaj. Profesionalisht, idet zjejnë në shkëlqimin e festave. Mbani shënime për zhvillim të mëvonshëm. Nga ana romantike, energjia magnetike tërheq takime të këndshme. Marrëdhëniet ekzistuese përfitojnë nga argëtimi dhe të qeshurat e përbashkëta. Beqarët mund të takojnë personalitete interesante. Një lidhje në një takim festiv mund të jetë plot potencial. Mos harroni të balanconi kënaqësinë me mirëqenien. Ushtrimet e lehta sigurojnë vitalitet me zgostive të pasura. Luani, fokusi sotëm është në përhapjen e gëzimit. Prania juaj rrezatuese lartëson të gjithë përreth jush. Ndani bujarinë, ngrohtësinë dhe humorin, duke i bërë të gjithë të ndihen të vlerësuar. Ndërsa udhëhiqni me sharm, mos harroni se gjestet tuaja të përzemërta krijojnë valë pozitive, duke siguruar që kjo ditë të jetë e mbushur me momente të paharrueshme dhe lidhje të përzemërta që pasqyrojnë gëzimin e festave. Virgjëresha. Kjo Krishtlindje ju gjen duke organizuar dhe përmirësuar festimet me vëmendjen tuaj ndaj detajeve. Hëna në luan mund të tundoj plane spontane, duke sfiduar rutinën tuaj. Përqafojini ato për gëzim të papritur. Profesionalisht, mendja juaj analitike është e etur. Relaksohuni për tani, por shënoni njohuritë e zgjuara që dalin në pa. Romanca shpaloset me hir të qetë. Momentet e përbashkëta flasin shumë ndërsa angazhoheni në dialogje kuptimplote. Beqar. Një bisedë interesante mund të ngjallë interes. Këshilla shëndetësore. Shijoni ëmbëlsirat e festave, por jepni përparësi ekuilibrit për të shmangur teprimin. Aktivitetet e lehta, të tilla si një shëtitje në lagje, ruajnë ekuilibrin dhe vitalitetin. Sot ju inkurajon të vlerësoni thjeshtësinë. Shijoni shkëmbimet e përzemërta dhe momentet e paqes. Lidhjet e krijuara sot janë kuptimplote, duke rritur mirëqenien tuaj emocionale. Përdoreni këtë ditë për të riafirmuar lidhjet me të dashurit, duke theksuar natyrën tuaj mbështetëse. Përzierja juaj unike e praktikës dhe kujdesit siguron që festimet të rrjedhin pa probleme, duke krijuar kujtime të çmuara të shtresuara me dashuri dhe të qeshura. Peshorja. 25 dhjetor 2025 bën thirrje për harmoni dhe estetik, në përputhje të përsosur me natyrën tuaj. Me Venusin që gjallëron sferën tuaj shoqërore, sigurohuni që festimet të jenë të mbushura me bukuri dhe ekuilibër. Organizoni ose merrni pjesë në tubime që ju lejojnë të përzieni marrëdhëniet me hir. Profesionalisht, frymëzimet krijuese janë të shumta. Shënoni ide pa kornizë për të eksploruar pas festave. Romanca lulëzon. Shprehni dashurinë përmes gjesteve që nxisin unitetin dhe gëzimin. Nëse jeni beqar, mund të hasni një perspektivë simpatike në ambiente elegante. Nga ana shëndetësore, integroni lëvizje me kënaqësinë, ndoshta një valle festive ose një shëtitje të qetë, dhe ruani ekuilibrin ndërsa shijoni kënaqësitë e festave. Peshorja, energjia e sotme ka të bëjë me krijimin e përvojave të paharrueshme përmes momenteve të përbashkëta. Aftësia juaj për të ndërmjetësuar dhe zbukuruar ritmarrëdhëniet, duke e bërë çdo mbledhje një fest kohezive. Ndani vizionin tuaj artistik me të dashurit për të lënë një përshtypje të qëndrueshme, plot mirësi dhe gëzim që amplifikon frymën e festave, duke sjellë buzëqeshje për të gjithë përreth jush. Akrepi. Intensiteti juaj shton thellësi kësaj dite festive, duke e mbushur atë me lidhje kuptimplote. Me hënën që thekson shtëpinë tuaj të aventurës, merrni në konsiderat përqafimin e përvojave ose traditave të reja. Kaloni kohë duke u zhytur në dialogje intime që thellojnë lidhjet, duke shtuar pasuri në marrëdhëniet tuaja. Profesionalisht, shkëndijat intuitive ofrojnë drejtime të mundshme, qëndroni të pranishëm, por vini re njohurit. Romanca është e gjallë, ku shprehjet e hapura mund të forcojnë lidhjet. Akrepët beqar mund të gjejnë shoqëri në vende të papritura, ndoshta përmes interesave të përbashkëta. Balanconi vaktet e shijshme me aktivitet të lehtë fizik për të ruajtur shëndetin dhe energjinë. Akrepi, sot ju fton të kultivoni ngrohtësi dhe mirëkuptim në ndërveprimet tuaja. Natyra juaj empatike ngre lidhjet, duke i bërë bisedat prekse dhe përmbushëse. Ndërsa ndani gëzimin dhe jepni bujarish nga vetja, mos harroni të vlerësoni kujtimet e përzemërta të krijuara sot. Le të jetë kjo ditë një dëshmi aftësisë suaj të fuqishme për të transformuar festimet rutinë në takime më të thella dhe shpirtërore. Shigjetari.
Fryma festive e sotme inkurajon shpirtin tuaj aventuresk të eksploroj dhe të lidhet. Hëna në luan thekson dashurinë tuaj për gjallërinë dhe zbulimin, duke nxitur mbledhje të gjalla ose aventura të gjalla me miq dhe familjen. Profesionalisht relaksohuni, por vini re idetë spontane për projektet e ardhshme. Romanca është emocionuese dhe plot surpriza. Sharmi juaj i gjallë ma gjeps të dashurit, ndërsa shigjetarët beqar mund të zbulojnë një shok të këndshëm që ndan të njëjtin entuziazëm me ju për jetën. Balancimi i vakteve të pasura me aventurën, ndoshta një shëtitje ose lojëra gjatë pushimeve, siguron mirëqenie dhe mirëqenie. Shigjetar, këto krishtlindje kanë të bëjnë me zgjerimin e gëzimit tuaj dhe ndarjen e tij me bollët. Përqendrohuni në krijimin e një tapeti kujtimesh të mbushura me të qeshura dhe ngrohtësi. Optimizmi juaj natyror sjell lumturi për ata përreth jush, duke theksuar lidhjet dhe përvojat e përbashkëta. Ndërsa përqafoni festimet, shpirti juaj me ndjehapur dhe bujar siguron një ditë me histori të jashtëzakonshme dhe momente të çmuara, duke mishëruar gëzimin dhe shoqërinë e festave. Britsjapi, 25 dhjetor 2025. Ju inkurajon të bashkoni prirjen tuaj praktike me ngrohtësinë festive. Me hënën që energjizon lidhjet shoqërore, është një ditë e shkëlqyer për të rilidhur me familjen dhe miqt, duke përzier traditën me inovacioni. Profesionalisht shijoni kohën e lirë, por keni kujdes për idetë që mund të shfaqen papritur. Romanca pasurohet nga sinqeriteti juaj. Partnerët vlerësojnë dashurinë tuaj të qëndrueshme, dhe britsjapët beqar mund të gjejnë interes përmes bisedave të rastësishme. Përqendrohuni në mirëqenie duke ruajtur shëndetin tuaj përmes moderimit, ndoshta duke shijuar një shëtitje festive me të dashurit. Britsjap, tema e sotme ka të bëjë me integrimin dhe vlerësimin e gëzimeve të vogla. Natyra juaj e palëkundur mbështet dhe lartëson ata përreth jush, duke e bërë këtë kohë veçanërisht të dobishme. Duke balancuar argëtimin me strukturën, ju krijoni një mjedis ushqyes ku kujtimet ndërtohen dhe vlerësohen. Lërini angazhimet tuaja ndaj të dashurve të shkëlqejnë, duke përqafuar ngrohtësinë e bashkëjetesës dhe duke siguruar që ky sezon festash të jetë i mbushur me dashuri dhe paqe. Ujori, këtë krishtlindje lejo natyrën tënde krijuese të sjellë veçanti festimeve. Me hënën në ndikimin krijues të luanit, eksploro tradita të reja ose aktivitete të çuditshme që rrisin shoqërinë. Mendimet profesionale mund të ngjallin gjallëri, dokumentoni shkëndija frymëzimi për më vonë. Romanca sot është simpatike dhe jo konvencionale. Marrëdhëniet ekzistuese përfitojnë nga aventurat e përbashkëta, ndërsa ujorët beqar mund të gjejnë shoqëri intriguese në mjedise të papritura. Përqafo ekuilibrin në shëndet. Kombino trajtimet e këndshme me lëvizje të lehta si vallëzimi ose një shëtitje festive. Kjo ditë ka të bëjë me shfaqjen e individualitetit tënd, duke nxitur përfshirjen. Ujor, përdor shpirtin tënd inovativ për të endur gëzimin rreth teje, duke i kthyer mbledhjet në raste të paharrueshme dhe prekse. Aftësia jote për të lidhur me njerëz dhe ide të ndryshme sjell përvoja dhe dialogje pasuruese. Ndërsa feston, lejo që energjia jote që pohon jetën të lulizoj, duke lënë një shenjë mirësie dhe argëtimi që zgjat për te ditës festive, duke rritur gëzimin kolektiv dhe lidhjet e përbashkëta. Peshqit, në këtë ditë festive, përqafojeni empatinë dhe kreativitetin tuaj. Me hënën në luan, lejoni që imagjinata juaj të udhëheqë në krijimin e momenteve të çmuara me të dashurit. Ndani histori personale ose organizoni aktivitete artistike që shkaktojnë të qeshura dhe unitet. Profesionalisht, relaksohuni dhe lejoni që frymëzimet delikate të depërtojnë për konsiderata në të ardhmen. Romanca është aromatizuar me ndërimtari dhe dhëmshuri. Partnerët i gjejnë shprehjet tuaja të buta tërheqëse. Peshqit beqar mund të gjejnë potencial në lidhje shpirtërore, madje edhe në tubime më të qeta. Ruani shëndetin duke kombinuar kënaqësinë me praktika qetësuese si meditimi ose shtrirjet e buta. Fokusi i sotëm është në ushqyerjen e botës suaj të brendshme dhe sjelljen e këtij thelbi në mjedisin tuaj. Peshqit, kuptimi juaj intuitiv dhe sjellja mbështetëse e përmirësojnë shumë përvojën e festave, duke ofruar ngushëllim dhe gëzim. Duke ndarë pikpamjen tuaj vizionare, ju krijoni një hapësirë të sigurt që të tjerët të shprehen lirshëm, duke nxitur një atmosferë dashurie dhe pranimi ku të gjithë ndihen të vlerësuar dhe të gëzuar këtë ditë krishtlindjesh. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.